Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot do ndaj me ju një nga recetat më të shëndetshme dhe është një nga ato receta që është ideale për t'i konsumuar perimet pa i bërë naze. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një tenxhere ose tigan të thellë do shtojmë brokoli, unë kam përdorur rreth 400 gram ujë dhe e vendosim të ziej. Pasi ka zier, e vendosim në tavë, poshtë tavës duhet patjetër le tërpjekje në mënyrë që të mos ngjisë. Do ta shtypim brokolin në këtë mënyrë me ndihmën e një gote ose e një luge, si ta keni ju më të lehtë duke hapur në të gjithë pjesën e tavës poshtë. Pra, pasi është gati, do presim në copa 2-3 speca, varet nga masia që kanë. Unë i kam kombinuar të kuqe dhe jeshile, një karote grirë në rende, edhe misër i gatshëm. Unë kam shtuar edhe djathë të shkrirë që në familje ne e preferojmë shumë. Nëse jeni i ri në kanalin tim, u juftoj t'ju hidh një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. E lëmë në një anë tavën dhe në një tjetër enë do përziejmë 4 vezë krip piper të zi, 100 ml qumësht, 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe majdanos të freskët. Masën do ta përziejmë shumë mirë derisa të bëhet kështu si po shihni në video. Pasi është gati, do ta vendosim atë mbi tavë duke e hapur shumë mirë. Nëse dëshironi, mund të shtoni edhe pak djathë mix, unë kam shtuar rreth 50 gram, kjo është sipas dëshirës, dhe e pjekim në 200 gradë në furrë të parangrohur derisa të jetë gati. Ky është rezultati pas pjekjes. Është vërtet shumë e mirë, bëhet shumë e shijshme, sidomos për fëmijët që i bëjnë naze perimeve. Në këtë mënyrë do ta adhurojnë. Është e shëndetshme, e thjeshtë, gjithashtu është një ide shumë e mirë për ta marrë me vete në punë ose në shkollë. Është një recetë që nëse e konsumoni sidomos në mëngjes, ju mban shumë të ngopur. Ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.